أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut xhaleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Përshëndetjet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët të cilët e kanë ndjekur rrugën e Islamit, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Dëgjues të nderuar, armiqësia ndaj fesë shfaqet në mënyra të ndryshme. E mjafton një çast I shkurtër dhe një fjali e vogël që të bëjnë njeriu të dalur prej fesë apo prej mëkatarëve të mëdhenj. Mospasja respekt të mjaftueshëm ndaj elementeve fetare tregon për mungesë edukate dhe dije, po ashtu edhe për varfërinë e zemrës dhe mungesën e dashurisë për fenë. Muslimani, I cili ka zgjedhur me vetë dëshirë dhe vullnet të lirë të ndjek mësimet e fesë islame, duhet të tregohet I matur në gjuhën e tij, e të mos flas gjëra kundër fesë së vet, pasi njeriu nuk mund të zgjedh një fe e pastaj të e kritikoj, pasi kjo tregon se në të nuk është vulosur feja. Kjo fe është e shpallur nga Zoti I të gjitha botëve, që nuk mund të bëhet synim I talljeve dhe mahive të njerëzve të papërgjegjshëm. Nëse njeriu është antar I një partie politike apo grupi tjetër, nëse fillon të flas kundër saj apo të veprojë në kundërshtim me mësimet e saj, është gjë normale se ai do të përjashtohet prej asaj partie. Allahu xhaleshanuhu në shumë vende në Kur'an tregoi se tallja me Allahun, me pejgamberin e tij, me Kur'anin, me fenë dhe obligimet fetare është cilësi e jo besimtarve dhe hipokritëve, si dhe që ky veprim është mohim në fenë e Allahut apo kufër, pasi nuk I tolerohet askujt që të tallet me fenë. Shumë njerëz prej pabesimtarëve, kur të dëgjojnë diçka ku përmendet Allahu xhaleshanuhu, Kur'ani apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, luajnë dhe tallen me to, nuk u japin rëndësi dhe nuk I nderojnë. Tallja me pejgambert ka qenë prezent që në kohët e hershme, ku thot Zoti në Kur'an në surën Ra'd, ajeti 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, edhe me të dërguarit para teje kanë bërë tallje. Kjo anomali ka qenë edhe në kohën e Nuhut a.s., ku tregohet se paria e popullit të tij janë tallur me të, kur ai ndërtonte anijen me të cilën janë shpëtuar besimtarët pra. Këtë e vërteton Allahu xhaleshanu surën Hud, ajeti 38, ku thot: dhe ai ndërtonte anijen e paria e popullit të tij, çdo herë që kalonte pranë tij përqeshej me të. Ai u thoshte: nëse talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu siç po talleni ju pra. Tallja me fenë Allahu xhaleshanuhu është shkak për të merituar mallkimin e Allahu xhaleshanuhu. E mallkimi I tij nënkupton dënimin e përjetshëm në botën e ahiretit. Për të treguar se ato që tallen me fenë e Allahut meritojnë mallkimin e tij, do të sjellim ajetin 57 të surës Ahzab, ku thot Allahu xhaleshanuhu, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adhaban muhina. Me të vërtet, ata të cilët e fyejnë Allahun dhe të dërguarin e tij, ata I ka mallkuar Allahun në dynja dhe në ahiret, dhe për ta ka përgatitur një dënim të dhëmshëm. Gjithashtu, tallja me fenë e Allahut është shkak I përfundimit të njeriut në zjarin e xhehenemit, ku do të ketë dënim të dhëmshëm dhe të përjetshëm, siç thot në Kur'an Allahu xhaleshanuhu në surën Kahf në ajetin 106, Bismillahirrahmanirrahim,
dhalike jazauhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Nga se shpërblimi i tyre është xhehenemi, për shkak se nuk besuan, dhe argumentet e mia e të dërguarit e mi i morën për talje. Po ashtu thot në surën Gjathje ajeti 9, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Edhe kur të mëson diçka prej ajeteve tona, ai i merr ato për talje. Për të tillët pason një dënim shtypës. Kjo është një cilësi e njerëzve të cilët e luftojnë fen nga të gjitha anët dhe me të gjitha metodat, ku mundohen të përdorin edhe ato më naivët për të futur dyshim në zemrat e atyre të cilët nuk janë të vendosur në fen e tyre. Sa që sheh ndonjëherë musliman i cili fillon t'i përsërit ato shprehje pa besimi të cilat i ka dëgjuar në media. Kjo është fatkeqësia që sot ka goditur ummetin ton, të cilët nuk lexojnë që të mësojnë dhe ta mund të mbrojnë parimet e fesë, por besojnë çdo gjë që u servohet në mass media dhe internet, të cilët investojnë para të shumta për të bërë propagandë anti-islame. Sot shohim gazetarë të famshëm, të cilët zgjasin gjuhën e tyre nën preteksin e lirisë të shprehurit për të kritikuar muslimanët, kurse kur dikush i kritikon ata, me njëherë e humbin sensin e humorit dhe fillojnë të akuzojnë me lloj-lloj akuza. Njeriu kritikon librin e Allahut, kurse nëse ati gazetari ja kritikon një artikull të publikuar, me njëherë do të ofendohet dhe do të mundohet me të gjitha mjetet të sulmoj kundër shtarin. Shkrimtarë të ndryshëm kanë shkruar me vite kundër fesë islame, për të treguar se kjo fe që ka shpikur nga njeriu, e nuk është hynore. E kjo duke filluar që nga Salman Rushdie në Iran në vitet e 70-ta e gjerë në ditët e sodit. Sot, po lexojmë edhe në gjuhën shqipe librat e David Icke, një shkrimtar angles, librat e të cilit janë duke u përkthyer edhe në gjuhën shqipe, i cili mohon dhe kundërshton ashpër fetë hynore, duke përfshirë edhe fenë islame, kurse ai qenë ka një shkencëtar hulumtues, i cili nuk beson në gënjeshtrat e fesë, kurse në të njëjtin libër mbron teorinë se njeriu është i krijuar nga jashtëtoksorët dhe njerëz varanik, teori të cilën zëshëm e mbron, që është një paradoks i çuditshëm. Po ashtu, vërehen edhe politikanë të ndryshëm, artistë të cilët përmes këngëve të tyre satanike shajnë dhe ofendojnë simbolet fetare. Gjithashtu haset edhe tek disa njerëz publik apo humorist, të cilët kanë gjetur se si të argëtojnë njerëzit duke përdorur elemente fetare, ku harrojnë se përmes tyre mund të prekin gjenjat e mira muslimanëve, siç ndodhi me karikaturat kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo filmit të regjisorit Theo Van Gogh, i cili sulmonte fenë islame, ose dokumentari Fitna në vitin 2008 nga një politikan holandez i quajtur Geert Wilders, ose dhe maskimi anti-islam në karnivalin e Vefçanit në Maqedoni, e cila ndezi emocionet ndërfetare dhe ndëretnike. Këto janë lojëra që mund të ndezin edhe konflikte më të gjëra, andaj nuk lejohet të preken gjenjat e të tjerëve. Shohim se cak i kritikave dhe talljes së tyre, në shumë raste është mbulesa e grave muslimane, ku e përqeshin atë sikur është në dëm të gruas. Se mbulesa është simbol i prapambetjes, se është traditë e arabëve e tjera. Ku kjo ide dhe formë e talljes ka ndikuar edhe në disa gra të cilat janë të dobta me imanin e tyre, që i besojnë këto propaganda dhe më tepër i nënshtrohen fashion TV's se sa Kur'ani të madhruar. Po ashtu, shpesh bëjnë cak të taljeve edhe elemente tjera të fe, poligamia, jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kundër xhamive dhe ezanit, pastaj shkrimet e shumta kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vizatimi i karikaturave të ndryshme me pretekst të lirisë të shprehurit në mediume e tjera raste. Po ashtu, edhe disa musliman
të cilët edhe vetë nuk e dinë se përse janë musliman, që tallen me namazin, duke i quajtur ata arab, hoxhallar, duke thënë se namazi nuk është tjetër po se gjimnastik. Në të shumtën e rasteve bëjnë tallje me Isra'n dhe Mirajin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me xhenetin dhe xhehenemin, e shumë gjëra të tjera. Këta edhe Allahu xhaleshanuhu na e ka paralajmëruar në Kur'an, ku thot Zoti në surën Maide ajeti 58, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzawan wa la'iba. Edhe ezanin tuaj për namaz ata e marrin për tallje dhe lojë. Me këtë vërtetojnë se janë popull që nuk kuptojnë. Pra Allahu xhaleshanuhu në mënyrë të drejtë për drejtë i përmend ata që u pengon ezani. Pasi shejtanit i pengon shumë ajo thirrje, e cila madhron emrin e Allahut dhe të dërguarit të tij, e cila thërret njerëzit në shpëtim dhe udhëzim. E kjo thirrje i çmend ushtarët e shejtanit. Prandaj ato japin çdo gjë për të ndaluar atë thirrje, saqë nëse nuk arrin dot në realizimin e atij qëllimi, mundohen së paku t'ja ulin zërin, që mos e dëgjojnë si duhet. Edhe këto kundërshtarë të ezanit në të shumtën e rasteve janë prej atyre të cilët kanë emra musliman dhe janë të rritur në familje muslimanësh, por se në zemrën e tyre fshehin hipokrizin dhe armiqësinë ndaj fesë. Prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu besimtarve u ka ndaluar shoqërimin me ata të cilët i përqeshin fen dhe besimtarët, duke ju dhënë vend dhe hapësirë për kritikë. Allahu xhaleshanuhu thot në surën Maide ajeti 57, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzawan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. O ju që besuat, mos i merrni për miq ata të cilëve u është dhënë libri para jush, e as jo besimtarët që me fen tuaj tallen dhe luajnë. Kini frikë Allahun nëse jeni besimtar. Po ashtu, nëse gjendemi në bisedë me ata që fillojnë të tallen me fen, nëse nuk jemi në gjendje të ndryshojmë bisedën, apo t'i bindim në të kundërtën e pohimeve të tyre, atëherë nuk është e lejuar për një besimtar të qëndrojnë në një vend ku përqeshet feja e Allahut. Allahu xhaleshanuhu për besimtarët musliman e ka ndaluar që të qëndrojnë në vende ku bëhet harami, siç ka ndaluar që të qëndrohet në një tavolinë në të cilën pihet alkohol, ashtu ndalon që të qëndrohet në një tubim ku kundërshtohet dhe përqeshet feja. Çdo musliman duhet ta di se detyrohet mohimi i atyre që tallen me fenë Allahut Azza wa Jall, dhe duhet t'ia tërheqin vërejtjen atyre për rrezikun që e përmban ky mëkat në vete. Në rast se nuk i përgjigjen vërejtjeve tona, atëherë nuk lejohet që të ulemi me to në të njëjtin vend, sa atëherë edhe ne do të bëhemi mëkatar. Allahu xhaleshanuhu këtë detyrë e përmend në 2 vende në Kur'an, ku në surën Nisa ajetin 140 thot, Bismillahirrahmanirrahim, Wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Ai u ka shpallur në libër që kur të dëgjoni se mohohen fjalët e Allahut dhe bëhet tallje me to, atëherë mos rini me ata njerëz që veprojnë kështu, derisa të ndërrojnë bisedën. Për ndryshe, do të ishit si ata. Allahu do t'i tuboj në xhehenem të gjithë hipokritët dhe pabesimtarët. Po ashtu, në surën Al-An'am, në ajetin 68, thot Allahu xhaleshanuhu, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Kur sheh ata se janë thelluar me tallje në çështjet tona,
largohu prej tyre derisa të kalojnë në bisedë tjetër. E nëse shejtani të bën të harrosh dhe ti rin me ta, kur të kujtohet, mos ri me popullin mizor. Tallja dhe përqeshja e fesë është gjithashtu edhe cilësi e atyre të cilët janë të dhënë pas kënaqësive të kësaj bote, të cilët janë të mashtruar pas bukurive të saj, ashtu siç mashtrohen insektet pas dritës së zjarit, duke menduar se ajo është dritë për ta, ajo në fakt është vdekja e tyre, pasi në të do të digjen. Ashtu edhe njerëzit të cilët në këtë botë janë të mashtruar pas dritave të cilat thërrasin në humbje dhe devim, në dritat mahnitse të kazinove dhe klubeve të natës, të cilat e tërheqin njeriun në zjarin e ferrit. Cilësia e këtyre materialistëve është tallja me fen dhe dispozitat e saj, të cilët i përmend Zoti në Kur'an në surën Bekare, ajeti 212, ku thot Bismillahirrahmanirrahim: Zuyyina lilladhina kafaru al-hayatu ad-dunya wa yaskharuna min alladhina amanu. Atyre që nuk besuan, u është zbukuruar jeta e kësaj bote dhe bëjnë tallje me ata që besuan. Njashtu, thot edhe në surën A'raf në ajetin 51, Bismillahirrahmanirrahim: Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Ata që fen e tyre e morën tallje dhe lojë, e të cilët i mashtroi jeta e dynjas. Sot pra ne i harrojmë ata sikurse ne patën harruar takimin e kësaj dite të tyre dhe sikurse i refuzonin argumentet tona. Këta të humbur i kanë konsideruar të humbur ata që besojnë, ku mendojnë se janë më të mirë se ata, sa që çdo herë ai që përqesh mendon që ka ndonjë vlerë më tepër se ai që është bërë shënjestër e talljeve, siç veproi edhe Iblisi me Ademin a.s. kur ai mendoi se është më i mirë se njeriu, shkaku i materjes, por harroi se vlera e vërtet nuk është materja, por shpirti. Këta djaj që tallen me muslimanët, vazhdimisht bëjnë shenjë dhe me gjeste dhe mimika për të nënshmuar dhe tallur besimtarët, ku ndonjëherë bëjnë njëri tjetrit me sy, me vetulla, me nxjerrje të gjuhës, me duar apo ndonjë gjest tjetër, përmes së cilës duan të tallin muslimanin apo ndonjë çështje të fesë. Prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu thot në surën Mutaffifin ajetin 32: Vërtet, keqbërësit qeshnin me ata që besonin, duke ja bërë me sy njëri tjetrit, sa herë që ata kalonin pranë tyre. Kur ktheheshin te njerëzit e vet, ata talleshin me besimtarët dhe kur i shihnin ata thoshin: këta janë të humburit. Tallja me fen ka qenë një shenjë dalluese për të dalluar besimtarët musliman prej hipokritëve munafik në iman, të cilët kishin pranuar fen vetëm për të dëmtuar muslimanët, por jo që depërtoi drita hyjnore në zemrat e tyre të ndotura, sa që mendonin se do të arrin të devijojnë dhe largojnë njerëzit nga rruga e Islamit, por u mashtruan rënd, pasi ende sot e kësaj dite kjo fe vetëm se shkon duke u shtuar dhe është duke arritur ku lind dielli dhe ku perëndon, edhe pse sulme dhe shigjetet e helmuara hedhen drejt saj për çdo ditë. Thot Allahu xhaleshanuhu në surën Taube nga ajeti 64 deri në 66, në të cilën përshkruan talljen e pabesimtarve dhe munafikëve, ku thot: hipokritët kanë frikë se do të zbritet ndonjë kaptin që do të nxjerrë në shesh atë që kanë në zemrat e tyre. Thuaj, në rregull, talluni. Allahu do të zbuloj atë që i friksoheni. A nëse i pyet ti ata përse tallën, do të thonë: ne vetëm jemi mahnitur dhe dëfryer. Thuaj, a me Allahun, ajetet dhe të dërguarin e tij po talleni? Mos kërkoni fare ndjes. Ju pasi që besuat, keni mohuar. Nëse një grupin nga ju u afalim, grupin tjetër e dënojmë nga se ishit kriminal. Shkak për zbritjen e këtyre ajeteve është një rast që ka ndodhur në betejën e Tebukut,
Transmeton Taberiu nga Zeid ibn Aslem se njëri prej munafikëve i ka thënë Auf ibn Malikut në betejën e Tebukut: "Nuk kam pa njerëz më të kujdesshëm për barqet e tyre, më gënjeshtar në gjuhët e tyre dhe më frikacak në për beteja se sa lexuesit tanë, pra për sahabët." I tha Aufi atij: "Gënjeshtar, kjo s'është e vërtet, por ti je një munafik." Do të lajmëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këto fjalët që the. Shkoi Aufi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta lajmëroj atë, por ajetet vetëm se kishin zbritur për këtë ngjarje. Thot Abdullah ibn Omer radiallahu anhu: "E pash atë munafikun se si ishte kapur për konopin e Samarit të devës, i vriteshin këmbët në përgur dhe thoshte: Ja Resulallah, ne vetëm jemi mahnitur dhe dëfryer, ne nuk kishim për qëllim që të tallemi, por që të kalojmë kohën dhe t'i kalojmë lodhjet e rrugës." E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht ja përsëriste fjalët e Allahu xhaleshanuhu: "A me Allahun, ajetet e tij dhe me të dërguarin e tij po talleni? Njeriu nuk lejohet të bëj tallje, as edhe duke shprehur diçka prej fesë gjersa është duke bërë mëkat." Ku dietari eminent i shkencës së hadithit Imam Neveviu thot: "Një musliman që thot bismillah kur fillon të pi alkohol, ose duke i afruar zinas në formë të përpuzjes apo shakas, bën kufër." Prandaj, për shkak të rrezikut të madh që bart në vete tallja me fen, dietarët kanë diskutuar se a i pranohet pendimi atij që tallet me fen ose jo. Por dietarët kanë thënë se nëse pendohet sinqerisht, praktikon fen dhe shihen në të shenjët e përmirësimit, atëherë i pranohet pendimi, duke u bazuar në ajetin 74 të surës Tobe. Për fund, ju ngeleni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame: Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Të nderuar dëgjues, ishte kjo tema tallja me fen islame nga hoxha i nderuar Shaban Tairi, nga cikli i emisioneve të realizuara ndërmjet Radio Vatit dhe Myftinisë së Bashkisë Islame në Shkup. Pra të gjithë ne duhet të kemi një sy nga pikpamja se si e shohim fen islame dhe çka ndodh me të. Shpresoj se i keni marrë informatat dhe dituritë e duhura nga kjo ligjërat. Assalamu alaikum.